Aksioni i nuk për prishjen e ndërtimeve pa leje përveç gërmadhave ka lënë pas dhe familje pas 3. E tillë është familja e Erion Bashallit nga Lini Pogradecit, e përbërë nga 5 antarë dhe 3 fëmijë. 2 prindërit kanë gjetur si alternativë për të strehuar ngritjen e çadrave pikërisht pranë gërmadhave të shtëpisë. Kryefamiljari Erion Bashalli tregon se fëmijët po jetojnë me të ftohtin, si pasojë uljes së temperaturave gjatë natës, buzliqenit të Pogradecit ku është vendosur dhe çadra. Shumë ftohtë ja kështu me kushtet primitive, rrethanore. Me petrogaskë të vogël, me vëm këtu jashtë, gatuajmë ç'mundemi. Erioni i vetëdijshëm që nuk i kishte të plota letrat e banesës dhe se ajo ishte në proces legalizimi, shton se Aluizni nuk i kishte kthyer kurrë përgjigje negative. Gjykata duket rruga e vetme për familjen Bashalli, por edhe asaj nuk mund t'i drejtohet për shkak të mospërballimit të shpenzimeve. Nuk erdhi atë ditë, nuk më nxori asnjë shkresë për refuzimin nga Aluizmi, plus një vendim prishje të freskët, me fjalë që merret vendim prishje për këtë ndërtesë, nuk u patën shkresë në dorë, thanë do e prishim, kaq. Ku i bën detyrat? Detyrat për jashtë. Shtëpia që ata kishin ishte ndërtuar me të ardhurat që Erioni dhe bashkëshortja e tij kishin siguruar në emigracion në Greqi. Pasi kjo e fundit u përfshi nga kriza, ata u detyruan të rikthehen dhe me kursimet e tyre ndërtuan dhe banesën që i nuk ja prishi pak ditë më parë, duke i lënë së bashku me 3 fëmijët e vegjël pa një streh mbi kokë.